Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë. Do të flasim sot për një tjetër temë që ka të bëjë me aktualen, sigurisht një temë tjetër mjekësore, gjithashtu të dobishme. Në bazë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Dita e Shëndetësisë është pikërisht më 7 prill. Dhe në këtë emision do të mundohemi që të marrim këshilla, porosi për një jetesë më të shëndetshme, më cilësore, për studimet që kanë të bëjnë me mjekësinë, për atë rolin që kanë mjekët e ardhshëm e kështu me radhë. Shëndeti sipas OBSH-s është mirëqenia e plot fizike dhe psikike dhe jo vetëm mungesa e sëmundjes. Prandaj duhet që sa më tepër të japim mesazhe sensibilizuese, të ndërgjegjësojmë qytetarët, të lobojmë për të pasur një jetesë të shëndetshme. Dhe sigurisht për të pasur një të ardhme të mirë të mjekësisë, bazat dhe themeli kryesor fillon prej në hapat e parë kur ne vendosim të jemi në këtë drejtim që në të ardhmen të takojmë profesionit të shenjtë dhe human të mjekësisë. Për të folur për këtë temë, ne kemi nderin dhe privilegjin që të na nderojë në emisionin tonë. Ajo është magjistre e shkencave teknike dhe njëkohësisht profesoresh mësimdhënëse në shkollën e mesme të mjekësisë. Nder që të kemi sot bashkë me ne profesoreshën Arjeta Aliu. Përshëndetje profesoresh dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje Arjana, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që na nderuat, faleminderit për kontributin që në këtë ditë kaq të rëndësishme të ditës botërore të shëndetësisë të flasim bashkë për temat që kanë të bëjnë me aspektin mjekësor. Të ndalemi fillimisht tek dita botërore e shëndetësisë. Çfarë paraqet kjo ditë sipas OBSH-s dhe cila është motoja e këtij viti? Ashtu, do me thënë, si çdo vit tradicionalisht edhe këtë vit organizohet dita botërore e shëndetit, e cila është krijuar pikërisht nga Organizata Botërore Shëndetësore, pikërisht më 7 prill. Ku qëllimi kryesor i kësaj dite që shënohet në mbar botën, ka të bëjë pikërisht me mbrojtjen e shëndetit publik. Kështu që çdo vit Organizata Botërore Shëndetësore përmes kësaj dite përcjell mesazhe të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me ndërgjegjësimin, me vetëdijsimin e popullatës, me mbrojtje, me prevenim, me parandalim të sëmundjeve të ndryshme në nivel botëror. Kështu që edhe shkolla jonë këtë vit, me që përmendet shkollën e mesme të mjekësisë, çdo vit tradicionalisht bëjmë organizim për hir të 7 prillit, njëkohësisht shkolla jonë ka dhe ditën e patronatit të shkollës. Përmes nxënësve të drejtimeve të ndryshme, ne organizojmë aktivitete brenda shkollës ose jashtë shkollës, do me thënë në qendër të qytetit, ku drejtimet e ndryshme kanë rastin që të mund të shpalosin shkatësitë e tyre praktike, që i mësojnë gjatë këtyre 4 viteve, apo të promovojnë produkte nga drejtime, si që janë drejtimi i farmacistëve, shërbime të ndryshme nga drejtimi i kozmetikës, shërbime nëse mund t'i quaj mjekësore falas nga drejtimi i përgjithshëm, laborante kështu me radhë. Përsa i përket motos këtij vitit në bazë të OBSH-s? Ashtu, do me thënë, çdo vit kjo ditë shënohet me një moto të caktuar, të cilët kryesisht kanë të bëjnë me mbrojtjen e shëndetit të përgjithshëm publik, duke përfshi këtu temat të shëndetit mendor, të ushqimit, higjienës, imunizimi apo vaksinimi e kështu me radhë. Kështu që dhe si vjet trajton gjithashtu një temë me moto fillime të shëndetshme për një të ardhme mos gabofshat shpresdhënëse. Do me thënë sigurisht edhe këtë vit ka një të veçantë. Ashtu, ku do të trajtohen tema që kanë të bëjnë me vdekshmërinë të posalindurit dhe masat preventive në nivel botëror. Profesoresh, në ndalemi pak tek shkencat mjekësore ose të ndryshte tek mjekësia dhe studimet e saj, që më pastaj do të krijohet edhe në profesion. Për juve konkretisht, çfarë paraqet ky drejtim? Të flasim pak për studimet e juaja që vendosët të jeni në këtë drejtim edhe pse vendosët që të studioni këtë drejtim. Ashtu, tani më duhet kthehem pak disa vite mbas,
gati 3 dekada mbas, po pas mbarimit të shkollës mesme, regjistrova studimet profesionale në Universitetin Shën Klimenti Ohrit në qytetin e Manastirit, me që më pëlqeu programa studimore që kishte të bëje me drejtimin me punën në laborator. Kështu që nga pamundësia që shkollën e mesme të kryej në këtë drejtim, me që në qytetin tim të lindjes në Gostivar nuk ishte në atë kohë shkollë të mesme të mjekësisë, kështu që gjatë këtyre 4 viteve isha tërkohës në kërkim të një drejtimi që ka të bëj pikërisht me këtë profil. Kështu që pas mbarimit të studimeve deri diplomike në Manastir, fati që me njëherë të punsohem në shkollën e mesme të mjekësisë në Tetov, flas që nga viti 2002, ku aktualisht dhe sot jam e angazhuar pikërisht tek drejtimi teknik laborant. Pra ky ka qenë ai misioni të cilin ju e keni pasur për të qenë në këtë drejtim. Pikërisht. Do me thanë, nuk përfundova këtu për arsye se kisha në plan për një ngritje akademike, dhe më vonë dikun në vitin 2013 regjistrova dhe studimet në Universitetin e Tetovës, në katedrën e biokimis, do me thanë drejtimi biologjisë dhe biokimi, që më pas të mundem të vazhdoj dhe studimet e magjistraturës, të cilat i regjistrova në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, në Fakultetin Teknologjik Metalurgjik, në drejtimin udhëheqje me kualitet dhe sigurit të ushqimit. Por gjithsesi në punë aktualisht sot e kësaj dite jam në shkollën e mesme të mjekësisë. Për punën dhe për kushtimin e madh që ju jepni për brezat e ri, për edukimin e brezave të ri dhe për të mbjellë dashurinë për mjekësinë tek ata, për këtë flasin edhe vetë nxënësit, për këtë përkushtim që ju e keni. Por sa përgatiten nxënësit për profesionin e ardhshëm të mjekësisë dhe njëkohësisht si janë të ndërtuara pikërisht këto raporte që e krijoni atë kimin, kushtimisht në mes të nxënësve dhe mjekësisë që në të ardhmen të bëhen mjek. Pra, cili është ndikimi një mësimdhënësi tek një nxënës i mjekësisë, le të themi? Ashtu, do me thënë, shkolla e mesme e mjekësisë bën pjesë të shkollat e mesme profesionale dhe kjo mbase për teleshikuesit të cilët janë në klasa e 9 dhe ende janë në dilema ku do të vazhdojnë arsimin e tyre të mesëm, mbase këto informata mund të jenë dhe të dobishme. Si pas plan programit, një shkolla e mesme profesionale, si që është dhe shkolla jonë, për pos mësimit teorik, ka dhe plan program ku nxënësit vijojnë dhe mësimin praktik, nga lëndë të ndryshme profesionale, të cilët dallohen nga drejtimi në një drejtim. Kështu që unë jam e angazhuar tek drejtimi teknik laborant dhe aty jam duke i ligjëruar gjatë gjithë këtyre viteve lëndët profesionale. Nga vetë fjala lëndë profesionale, kjo ka të bëj drejt për së drejti me profesionin e tyre të ardhshëm. Dhe sa ju ndihmon kjo nxënësve, absolutisht që ju ndihmon shumë, por këtu ka disa faktor për cilët besojmë basë dhe mund të flasim më tutje, që janë jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe jo vetëm kushtet të cilat shkolla jonë i ofron. Do të thënë, ndikimi i mësimdhënësit tek nxënësi është pikërisht në këtë drejtim, atë që ju e bëni çdo ditë. Absolutisht, do me thënë një mësimdhënës gjithmonë ka ndikim, neve na kujtohet edhe si fëmijë që nga klasa e parë kështu me radhë, një mësues, një mësuese, një mësimdhënës, se sa mund të ketë ndikim tek nxënësit, absolutisht pajtohem që roli i mësimdhënësit është ndikues tek nxënësit, bile do të kisha thënë dhe determinues në disa raste, sa i përket profesionit të tyre të ardhshëm. Sepse jo gjithmonë nxënësit të cilët ka një dëshirë që të vinë 4 vite të kryen arsim të mesëm dhe më pas të vazhdojnë studimet e mjekësisë, përpos angazhimeve dhe faktorëve tjerë që kanë të bëjnë me nxënësin, me kushtet e shkollës, me mësimdhënësit e kështu me radhë, po aq është e rëndësishme dhe ndikimi juaj, sa ju do t'i motivoni, sa ju do t'i frymëzoni, sa ju do t'i afroni me profesionin që ata nesër do t'a kenë, do t'jetë vërtet determinues. Të flasim pak për pjesën praktike. Ju përmendet pak më herët profesoresh që përveç pjesës teorike shumë e rëndësishme është në mjekësi edhe pjesa praktike apo mësimi praktik. Cilat janë mundësitë për mësim praktik, për shembull në shkollën e mjekësisë, çfarë aktivitetesh realizohen, çfarë kushtesh, çfarë infrastrukture ka për të arritur të realizohet praktika e mjekësisë?
Ashtu, do me thënë, mësimi praktik për momentin në shkollën e mesme të mjekësisë realizohet një pjesë në drejtime të caktuara në shkollë dhe ka të bëjmë atë që quhet mësim kabinetik, ndërsa një pjesë e mësimit praktik nxënësit e vijojnë në kushte spitalore, do me thënë ambiente spitalore. Kështu që sa i përket infrastrukturës në shkollën tonë, mësimi kabinetik për drejtimet e caktuara, ku bëj pjesë dhe unë me nxënësit e mi, ka goxha kushte të mira. Do me thënë infrastruktura e shkollës, ndër vite janë bërë tërkohës investime, vazhdimisht bëhen investime dhe të paktën kushtet elementare të cilët duhet të posedoj mësimi kabinetik, shkolla jonë i plotëson. Megjithatë, tërkohës kemi nevojë ko pas kohe që të bëjmë dhe vizita në ambiente spitalore, për shembull tek drejtimi teknik laborant ku unë ligjeroj me nxënësit, e kemi të nevojshme që të bëjmë ndonjë vizitë në laboratoret biokimike, në laboratoret që kanë të bëjnë me mikrobiologji, transfuziologji, do me thënë në këto lëndët profesionale e kështu me radhë. Ndërsa nga ana tjetër kemi dhe profil mësimor, si që është motër medicinale e përgjithshme, të cilët drejt për së drejti në repartet të ndryshme në bazë të lëndëve të cilët ata i kanë lëndët profesionale, ata mësimin praktike vazhdojnë tërkohës, do me thënë, e vijojnë në hapësira spitalore. Të ndalemi dhe në një pjesë tjetër, ashtu doja të kaloj dhe në këtë pjesë, përveç asaj që praktika realizohet në kabinet, njëkohësisht në spital, që janë bashkëpunime që janë edhe për shembull me ordinancat private, sepse edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e praktikimit të mjekësisë. Ashtu, do me thënë, ka vite që nxënësit vijojnë, sa ekziston shkolla, po aq vite bashkëpunim me institucionet shtetërore, por nga ana tjetër me futje në një lëndë të cilën e kemi tani me programin e reformuar që e quajmë të mësuarit përmes punës tek punëdhënësi, kjo lëndë ju ndihmon shumë nxënësve. Nga vetë fjala, nxënësi duhet të jetë prezent në një institucion shëndetësor, në këtë rast me që flasim për shkollën tonë, dhe të mundet drejt për së drejti përmes punës të mësoj. Kjo është një rast i mirë sa për nxënësin, po aq edhe për institucionet, dhe këtu do të kisha dashur që të theksoj dhe pjesën e sektorit privat, sepse kemi goxha laboratore private, me të cilët ko pas kohë kemi pasur bashkëpunim, po si që duket nuk jemi dhe mirë në disa raste të informuar pikërisht për këtë bashkëpunim. Do me thënë, ku është qëllimi i gjithë kësaj pune? Duhet që shkolla të bëjë një bashkëpunim me një, le të themi, institucion privat, me një ordinancë private, ambulant private, laborator privat, mund të jetë barnatore e kështu me radhë, ku nxënësit do t'i mundësoj që brenda vitit të mund të realizoj mësim praktik të kësaj lënde, pikërisht në një vend të caktuar ku do të bëhet bashkëpunimi me këtë institucion. Përfitimi do t'jeti dy anshëm në këtë rast, sa për nxënësin, po aq edhe për institucionin, për arsye se nxënësi nga njëra anë fiton shkaftësi, krijon shkaftësi nga puna e përditshme e profilit të vet, ndërsa institucioni apo kompania, laboratori, farmacia e kështu me radhë që përmendëm më lart, ka një brez të ri të cilën do ta përgatis ashtu siç nesër do t'i nevojitet një profil në tregun e punës. Kështu që prandaj them ky bashkëpunim është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe duhet të shfrytëzojmë rastin që të përcjellim mesazhe, njëkohësisht të falenderojmë ato institucione që deri më tani shkolla jon ka pasur bashkëpunim, me atë që në të ardhmen të vazhdojmë të kemi ende bashkëpunime. Po. Përveç kësaj që përmendëm, me qenë se flasim për rrugëtimin e mjekësisë ose rrugëtimin e një të riu në mjekësi për të arritur deri tek profesioni, nga jo që ju shihni, përmendet pak më herët që jeni një kohë bukur të gjatë pjesë e këtij procesi arsimor të mjekësisë, sa është interesimi i të rinjeve dikur edhe sot, domethënë sa ka qenë në të kaluarën dhe sa është sot për të qenë pjesë e mjekësisë të rinjët tanë? Ashtu, do me thënë,
Për këto 2 dekada e gjysëm gati se që unë jam në shkollën e mesme të mjekësisë, nuk mbaj mend që të kemi pasur profile deficitare, po për kundrazi, do me thënë interesimi ka qenë jashtëzakonisht i madh, saqë ka mbetur gati se çdo vit nxënës të cilët kanë mbetur pa u regjistru në shkollën e mesme të mjekësisë dhe është dashur që të regjistrohen në shkollat të tjera. Kështu që në qoftë se bëj një krahasim për këto 2 dekadat që jam në punë, interesimi ka qenë gjithmonë i madh, sepse nënkuptohet që shkolla e mesme e mjekësisë mbetet edhe më tutje në ndër shkollat më atraktive, edhe më të preferuara. Po pastaj gjatë rrugtimit nxënësit luajnë shumë faktorë, siç ju thash, që do të vendosin më tutje nëse do të vazhdojnë. Mjekësia apo drejtimet që kanë të bëjnë me mjekësin, apo do të ndryshojnë komplet profesionin. Dhe një pjesë tjetër e asaj që ka qenë dikur, me atë që nëse mundet të krahasoj me atë që ndodh ditëve të sodit, le të themi nga një numër i madh i nxënësve laborant që ishin dikur, kishin ardhur me një qëllim që një ditë të bëhen laborant, apo me idenë që më tutje të vazhdojnë studimet e mjekësisë. Por zhvillimi i teknologjisë ndër vite, siç na ndryshoi neve, ndryshoi edhe posaçërisht tek gjeneratat e reja, kështu që kemi tani rastin nga një klasë komplete nxënësve të një profili të caktuar, ndodh shpeshherë që më pak të vazhdojnë shkencat mjekësore, ndërsa të tjerit lehtësisht të ndrojnë profesionin. Profesora, më qenë se flasim për interesimin e të rinjeve për mjekësi, të flasim pak edhe për atë se çka e bën një mësimdhënës të jetë i suksesshëm në drejtimin e mjekësisë. Atë që përmendëm pak më herët për atë lidhjen që duhet të ketë një i ri ose një nxënës me shkencat mjekësore. Ashtu. Mësimdhënësin do ta nisë e bën të suksesshëm kualifikimi profesional që ai e ka në radhë të parë. Pastaj secili prej nesh që kemi marrë përsipër këtë rol dhe këtë detyrë si një obligim moral qytetar që ne e kemi, duhet të posedojmë dhe disa virtyte të tjera. Këtu do të potencoj format e punës, mjetet e punës të cilët i posedonin në hapësirën e punës ku ju gjindeni, qasja moderne me nxënësit, sa ju u afroni profesionin atyre, sa ju i angazhoni në gjatë punës, sa i inkuadroni në aktivitetet të ndryshme, që në shkollën tonë besoj goxha kemi pasur aktivitete, si brenda në shkollë, si jashtë shkollës, nga vetë fakti që sot jemi në prag të përgatitjeve për 7 prillin, ditën botërore të shëndetësisë, kemi dhe ditë të tjera të cilët në forma të ndryshme, me aktivitetet të ndryshme i shënojmë apo i nënvizojmë me fjalë të tjera bashkë me nxënësit. Kështu që ka shumë faktorë që luajnë rol. Nga ana tjetër mund t'i kthehemi dhe pjesës ligjërimit, do me thënë dikur nxënësit i kishim përballë dhe ne spjegonim, ndërsa nxënësit ndëgjonin, ndërhynin me raste ku diçka nuk ishin të qartë, ndërsa sot është një moment tjetër edhe te mënyra e të ligjëruarit, sepse përsëri them zhvillimi i teknologjisë na bëri dhe neve të ndryshojmë dhe nxënësit. Tani burim informacioni për gjeneratat e reja nuk janë vetëm tekste të librat shkollore, por e dim të gjithë që kemi gjithandej burim informacioni në kohë reale dhe duhet gjithmonë të shfrytëzojmë të gjitha këto resurse të cilët i kemi në shkollë, që të mundemi ta bëjmë orën sa më interesant, sa më atraktive, me videomateriale, me fotografi, të mundemi t'i inkuadrojmë mundësisht në disa prej temave për të cilat ne mundemi të punojmë drejt përse drejti në kabinet apo në hapësira spitalore, dhe gjithë këto faktore bëjnë interesant atë që një mësimdhënës duhet jetë i kompletuar.
Të ndalemi pak edhe tek lëndët profesionale, konkretisht e përmendëm pak më herët që ju ligjëroni në pjesën e lëndëve që kanë të bëjnë me biokimin, me laboratorin e kështu me radhë. Pra, konkretisht të flasim për lëndët profesionale, apo shkencat profesionale, çfarë shkencash në fakt janë, dhe cila është e lidhshmëria që ka të bëjë për shembull me analizat e gjakut, me kontrollat e përgjithshme që duhet të bëhen të gjakut e kështu me radhë. Megjithëse është pasqyrimi punës tuaj, profesionit tuaj. Ashtu. Do me thënë, lëndët profesionale nënkuptojnë disa lëndë të cilët i kemi si pas plan programit dhe çdo profil në shkollën e mesme të mjekësisë pikërisht dallohet nga lëndët profesionale të cilët gradualisht i realizojmë si pas plan programit. Këto lëndë fillojnë që nga viti i dytë, me që vitin e parë lëndët gaci se janë të përgjithshme dhe për drejtime tjera, në vit të dytë kemi 2 lëndë, në vit të tre, 4 lëndë, pastaj në vit të 4, kështu që çdo vit në rritet numri i lëndëve profesionale. Sa i përket drejtimit teknik laborant për të cilën jam kompetente dhe të flas, kemi dhe këtu lëndë profesionale për të cilët ju thash një pjesë të lëndëve e realizojmë në hapësirat e shkollës dhe është mësim kabinetik, dhe këtu i kemi të gjitha mjetet dhe pajisjet e mundshme për disa tema të caktuara për të cilët e lejon mësimi kabinetik, ndërsa për pjesën tjetër kuptohet që do ta realizojmë në hapësirat spitalore. Kështu që këtu i kemi dhe lëndën e biokimisë që e përmendët, kemi dhe lëndën e kimisë analitike, mikrobiologjia, është lënda e kimisë klinike ku mësojmë për analizat biokimike të gjakut, kemi lëndën e parazitologjisë, lëndën e hematologjisë ku mësojmë për gjakun dhe sëmundjet e gjakut, kështu që gjitha këto ja bëjnë më afër profesionin nxënësit. Një pjesë, do me thënë, të punës e potencoj dhe njëre e realizojmë në shkollë, ndërsa për disa tema që e kemi të pamundur që t'i punojmë në ambiente kabinetike, patjetër që do të nevojitet që të bëjmë vizit në një hapësirë spitalore, qoftë shtetërore, qoftë privat. Me qenë se flasim për shëndetësinë, flasim për shëndetin, është dita botërore e shëndetësisë, cila do të ishte ajo porosia ose këshilla juaj si profesioniste e këtij drejtimi dhe si ajo që edukoni brezat e ardhshëm që të nesërmen do të jenë ndoshta edhe mjek, për të pasur një jetesë të shëndetshme. Pra cilat janë faktorët që duhet t'i luftojmë për të prevenuar ndoshta sëmundje të ndryshme dhe cila do të ishte ajo porosia ose këshilla në ditën e shëndetësisë. Ashtu. Do me thanë, edhe me nxënës si gjithmonë gjatë orëve mësimore derisa i realizojmë mësimet, gjithmonë shfrytëzojmë rastin që prej secilës temë të hekim nga një porosi e cila do të na ndihmojë në jetën e përditshme. Dhe pikërisht tek drejtimi teknik laborant, kemi të bëjmë me disa lëndë që kanë lidhshmëri me atë të përditshme. Unë gjithmonë ju them nxënësve, ju që do të jeni laborant do ta kuptoni shumë mirë, ju që do të vazhdoni studimet, do t'i zgjeroni njohuritë, do të mësoni dhe gjëra të reja. Por nëse ndryshoni profesion, sepse shpesh herë ndodh dhe të ndryshojmë profesion nxënësit gjatë studimeve, të paktën një edukat për veten e tyre, për jetën, për familjet e tyre të afërmit, gjithsesi që do ta kenë. Lëndët të cilët unë i përmenda kanë të bëjnë dhe lidhen ngushtë me mënyrën se si ne jetojmë, me mënyrën se si ne ushqehemi dhe me fjalë të tjera apo me pak fjalë të përfshim atë që ne e konsumojmë çdo ditë, po të njëjtat materi organike ne i kemi edhe në gjakun tonë. Dhe nëse ndërlidhim me analizat e gjakut, ne në fakt monitorojmë atë që ne e konsumojmë përmes ushqimit. Gjithmonë ju them edhe nxënësve, gjithmonë kur do të bleni artikuj të gatshëm, do me thënë produkte të gatshme në markete e kështu me radhë, vetëm po ta shikoni mbas, do të shihni një tabel ku gjithë ato të cilat ne i mësojmë këtu, ju çdo ditë i konsumoni, do me thënë përmes ushqimit. Kështu që gjithsesi, se kjo na flet për atë se si ne ushqehemi, sa ne jemi të shëndosh, duhet patjetër të bëjmë një kontrollim rutinor të gjakut. Ushqimi i shëndetshëm absolutisht që luan rol të rëndësishëm, aktiviteti fizik po ashtu luan ditëve të sodit një rol gjithsesi i rëndësishëm që ne të jemi të shëndosh, por dhe një kontrollim rutinor
i gjakut, do të kishte qenë gjithsesi mjafti dobishëm, të paktën një herë një vit. Ky është një rekomandim i përgjithshëm që i bëhet popullatës personave apo individëve të cilët janë të shëndosh, sepse kemi dhe kategori tjetër ku kemi të bëjmë me persona të cilët kanë ndonjë sëmundje kronike dhe në këto raste më smiri është që të ndjekin rekomandimet e mjekëve të cilët janë duke ndjekur gjendjen shëndetësore të tyre, sepse te kjo kategori e personave bëhen analizat më shpesh, në 3 muaj, interval kohor 6 muaj, jo vetëm për të kontrolluar parametrat e gjakut, po edhe efektet e terapisë dhe gjëra të tjera. Por një rekomandim të paktën një herë në vit të bëhen analizat e gjakut, ne do të kishim parandaluar paraqitjen e shumë sëmundjeve. Profesoresh, faleminderit shumë për këto këshilla kaq të arta për të qenë të shëndetshëm. Faleminderit që sollët bashkë me ne rrugtimin tuaj të mjekësisë në ditën botërore të shëndetësisë, duke ju dëshiruar shumë shëndet dhe shumë suksese në misionin që ju e keni. Ju falenderojmë shumë për kontributin tuaj dhe për këtë energji pozitive që sollët sot në studiot tona. Faleminderit shumë. Faleminderit Ariana për edhe një herë. Takohemi. Të nderuar shikues, pra kemi folur kështu për shëndetësinë në përgjithësi, për mjekësinë, për rrëfimin që kanë të bëjnë brezat e ri që në të ardhmen të jenë mjek, ose ata të ri të cilët në të ardhmen duan të jenë mjek të ardhshëm. Çfarë duhet kemi parasysh? Cilat këshilla duhet t'i marrim? Pikërisht është dita e shëndetësisë ajo që na kujton dhe na bën që të reflektojmë se duhet të kujdesemi për shëndetin ton. Ritheksoj edhe një herë atë definicionin e shëndetit sipas OBSH-s, që është jo vetëm mungesa e sëmundjes, por në përgjithësi edhe mirëqenia e plot fizike dhe psiqike. Ky është pra shëndeti. Kujdesuni për shëndetin tuaj, duke larguar faktorët që shkaktojnë sëmundje të ndryshme, duke parandaluar mbi gjitha këto sëmundje dhe duke jetuar shëndetshëm. Bashkë do të qihemi javën e ardhshme. Deri atëherë, mbeqi me shumë shëndet. Mirupafshim.